emisionin me shqiptarët e Amerikës, sonte kemi zotin Satuka, i cili ka ardhur nga Shqipëria. Ozita e tij në Shqipëri është drejtor i qendrës kombëtare për veprimtari folklorike, i cili do të na flasë në përshtypjeve të tij për festivalin e parë folklorik të shqiptarëve të Massachusetts. Si ju duk festivali? Ishte kënaqësi për mua një festival të parë. Mendoj se do të jetë një celebrim i vazhdueshëm i festivalit. Ndjeva mjaft mirë me disa artistëve folklor. Për mua është e dyta herë që kam marrë në festivalin. Ndjekur dhe një festival para një vite gjysmë, cilin atëherë mbeta i manditur se ishte para herë që vija. Dhe begatia e muzikës popullore, gjithë trevave shqiptare, e kostumeve popullore, e instrumentave video, e melosit të pastër shqiptarë, më bën të them se me vërtet diaspora e Amerikës është në rrugë të parë, në dëshirat e mëdha që ka për të ruajtur identitetin kombëtar dhe për ta përcjellur demokracinë në gjenerata të reja. Me që jemi tek gjenerata, dua të shtyua mjaft pozitivisht që edhe fëmijët të marrin pjesë, të marrin pjesëisht në përcjelljen e kanunit dhe të vapës. Më bën përshtypje shumë mirë për mundësia e gjetjes kostumeve veshjeve popullore. Më bën përshtypje e cilësoj si një arritje shumë e mirë tentativet për të shtrirë geografikisht të gjithë pasurinë kombëtare shqiptare, në fjallë e gjallë se jo. Mendoj se është në rrugë të mbarë në aspektet e menaxhimit dhe drejtimit, aktivizimit të numrit artistësh me emër në Amerikë. Është vërtet një mrekulli të këndrosh në skenë, njëkohësisht të shoh të këndruar në skenë. E moshës para shkollore, deri tek imani Gjoni Afanas, apo tek Aurela Gaçe, e cila, siç pash, nga publiku është vazhdimisht e pranishme, se të veta. Dhe ky përshëndim, kjo dialog vlerësh, mendoj se është mjaft pozitiv. I nderuar zoti Mark Kosmo, i nderuar zoti Bashkim Brau, të nderuar vëllezër dhe motra ardashës të diasporës, të dashur miq, të dashur artistë. Duke falënderuar organizatorët për ftesën, më lejoni të shpreh respektin tim për punën e vyrë dhe të shkëlqyer që keni bërë dhe vazhdoni të bëni, që nëpërmjet gjuhës anëtare, këngëve e vallave, veshjeve popullore dhe veglave muzikore, ruani, respektoni, pasuroni dhe trashëgoni vlerat më të mira të identitetit tonë kombëtar shqiptar. Me këtë rast, kam nderin të sjell nga Tirana përshëndetjet dhe përgëzimet më të ngrohta vllazërore të Ministrit të Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve të Shqipërisë, zotit Ferdinand Xhaferi. Vullneti dhe talenti, puna dhe disiplina, e mbi të gjitha dashuria dhe krenaria kombëtare, janë tipare dhe cilësi të cilat e kanë kthyer vlerën e artit në dialog të vazhdueshëm midis skenës dhe vëllezërve e motrave tona, mbështetës dhe ndihmues që përshëndesin ju dhe përshëndeteni prej tyre. Vendi jam, Shqipëria, së bashku me Dardanin dhe Malësinë e Madhe, me Iliritën dhe Çamërinë, e ndjekin me vëmendje dhe respekt punën tuaj, sakrificat integruese, mallin për vendindje. Por një komb i vuajtur, ngushëllimin mos paj e gjen tek forca e talentit krijues, tek shpresa dhe aftësia për të kapur kohën e humbur që rrethanat historike na imponuan. Ju, diaspora, së bashku me artistët tuaj,
po e bëni mjaft mirë rolin e pararojës integruese. Aty ku këndohet dhe kërcehet, e keqja e pa dëshurueshmja nuk ka vend. Qoftë pamortje, krijimtaria e artit shqiptar dhe më lejoni të shpreh bindjen në cilësinë e drejtorit të festivaleve folklorike kombëtare, se ky takim i sot, siç edhe u kundua ka prezantuesit këtu në Boston, në vendin ku korifejt e letrave shqipe dhe të kulturës shqipe si Panoli dhe Konica do të shndrohet në festivalet të përvitshme sipas hartës dhe kalendarit që bashkë organizatorët do të gjykojnë dhe vendosin. Urime dhe udhë të mbarë e pambarim këngës, vallës dhe melodisë shqiptare. Ju falenderoj. Shqiptar, çka mendoni ju me atë që patë sonte në këtë festival? A i plotëson kushtet ndonjëra prej këtyre shoqërive kulturore që të marrin pjesë në festivalin e Gjirokastrës, me që edhe më herët kanë marrë pjesë disa prej tyre? Po, është e vërtetë që kanë marrë pjesë, tashmë nifet në festivali i Gjirokastrës kombëtar, mbar kombëtar. Është padyshim kemi detyrim që diaspora të jetë prezente dhe ka qenë prezente. Një pjesë të madhe të këtyre artistave që pashë sa në sferi në kanë Gjirokastrën, i kam takuar. Jemi thujse miqë, jo vetë në aspektin skenik, sepse në vetë skenës, por edhe në aspektin e politikës kulturore që ka institucionale, që ka ministria. Se politikës kulturore të qeverisë shqiptare, e cila sigurisht nuk mund të qytë të plotë dhe tyrë në saj dhe liberimin e nërë dhe ashkemisë, në qofë se diaspora nuk mërë pjesë. Unë mendoj që janë të shumë artistët të cilët meritojnë skenë në Gjirokastrës dhe të festivalet të tjera kombëtare. Por se ka kriterë. Dhe me që dolim të kriterë, mendoj që dhe këtë festival, i cili realisht janë më shumë një koncert, se sa një festival, se sa një gare, unë mendoj se pikërisht duhet kërkesa do në kriteret përcaktuara qartë, saktë, drejtë. Dhe se cili grup duhet të respektoj kriteret për një komision për zgjedhje njerëzish, artistësh, cilët realisht edhe diaspora nuk mundojnë. Pashë edhe artistë ish ansambli kombëtar i këngëvallëve në drejtimin e Dexhanit. Dhe kjo është një kam parë shumë artistë drejtimin nga bashkimi graf i bashkimit Dance. Kam parë grupin e bashkimit kombëtar në New York. Pa një grup në Detroit, unë mendoj që e curia me karakteres në originalitetit e realizimit artistik të tyre, padyshim të qojë që edhe në festivalin e Gjirokastrës numri i tjerë në ishëm i pjesëmarrjes rritet. Mendoj se në festivalin e ardhshëm Gjirokastrës mund të shkojë numri edhe në 40 veta, ndoshta të më. Kjo ka edhe arsye bugjetore, për cilët e duhet jemi të ndjeshëm në realizim. Pra zoti Satruka ishte i cili ka ardhur ekras nga Shqipëria për të përcjellur këtë festival të folklorit shqiptar në Kosovë, i cili na nderon edhe neve me këtë intervistë.